Kryqëzia e luleve mbi gjak nuk mund të ketë drejtësi të plot pa një kujtesë të pastër. Sot, kryeministri në detyrë përkujtoi me fjalë të zgjedhura viktimat e shkurtit të vitit 2000 në Mitrovic, 10 shqiptarët e vrarë dhe mijërat e dëbuarit nga rojat e urës. Por ky akt nderimi humbet çdo ditë peshën e vet morale kur kujtojmë se është i njëjti kryeministër që dikur fuqi plot, jo shumë kohë më parë, e lartësoi Oliver Ivanovicin, njeriun që udhëhoqi pikërisht ato struktura kriminale. Si mund të qash viktimat e Mitrovicës dhe njëkohësisht të thuresh elogje në serbisht për personin që akuzuaj se orkestroi dhe udhëhoqi pastrimin e shqiptarëve nga veriu. Kjo nuk është politikë shtetërore, por një akrobaci e rrezikshme me dhimbje kombëtare. Glorifikimi i Ivanovicit është fyrja e dytë për Nezër Vocën, Shqipe Vocën dhe të gjithë të tjerët që ranë atë natë. Nuk mund të jesh edhe me viktimën edhe me gjelatin. Sidomos, kur gjelati ka emër mbi emër dhe një dosje të zezë në strukturat e drejtësisë së Kosovës. Kujtesa historike nuk mund të manipulohet për konsum politik. Ose je me drejtësinë për shqiptarët e vrarë, ose je me rehabilitimin e kriminalëve të luftës. Të dyja bashkë nuk shkojnë zotëri Kurti.